Gati për aventurën me ditës së sotme? Harrova telefonin. Ma merr për dortimin. Jemi në Najvasha, që është një qytet i vogël, por që ka një liçen të madh dhe të bukur dhe do të bëjmë xhiron me vark në liçen, që është aktiviteti i parë. Varka jonë është kjo. Hypa Mara. Kjo është hoteli, ynë. Këtu do të qëndrojmë sa bukur. Dhe këtë rrinë aty tek hoteli jonë. Kur të shkojmë te hoteli do kemi mundësi të shohim pastaj që të shohim nga afër. Sa peshonte njëri nga këto, Tome? 4000 kg një nga këto. Interesant. I mund të shpirt këto? Dici se mendojnë që jemi forte? So one family like that can consist even 7 up. Easy. Can I try? She's so in to sayo. Çalı kapsız yankto. Pelikançmı? Pelikan. So be careful with your hands because they have quite a strong grip. So Wait. just if you can stand here. Come and stand I'm here. careful. Stand in this table area. Then wait for your mom to record you before you throw it. Okay? Yeah. Okay. Just wait for. Let's do style. So these are the great white pelican. Asa bukur që kanë dhe shumë lupse. Si po. Shiko si lëvizin kokën gjithkohë. Po janë shumë të bukura, më pëlqejnë shumë të bukura. Trije maja të zaj, së është ajë qef në duket. Po dhe ishe që ke vështirë për të trije ashtu shpër. Këto pemët janë sepse ku s'ka pas ujin për para. Uji, si që thashët e liçeni i djeshëm. Edhe këtu ka spostuar shumë dhe është ngritur shumë niveli i ujit, duke bërë që të përmbyten jo vetëm pemë këtu, por edhe shumë nga shtëpitë që kanë qenë përpara këtu. Për shembull, këtu kanë qenë nuk kanë pas ekzistuar, ka qenë vend çadër lokal, aty kanë qenë tavolina dhe tani nuk ekzistojnë më, ka qenë lokal. Ja, si ka qenë përpara këtu në lokale, këtu kanë qenë banjët. Keni qenë ndonjëherë kaq afër një hipopotami në jetën tuaj? He's really big. He or she? Huh? She. Yes. Kjo është shumë bukur, sepse këtu më në fund do kemi mundësi të ecim afër kafshëve. Qishme që dhe kur afrohemi, në thoshe ky zotëria që ecim me shumë avash, që ata të mos na shohin si armiq, si kur po i kërcënojmë, si një kërcënim. Okej. Ma të brirë tu, që i të fikshës. Dhe ngullë një atë e bark. Imi i madh këtu është vetëm që mos shkel gjithë kakat e mundshme dhe të shumta që ka. Dhe unë sot beta besha me këpucë të bardha. Sa më në të rjem? Kërë tha që këtu ka edhe qerpërin piton.
Se janë zakonisht ku ka shkurë, nuk kuptoj pse. Është duke në shkurë në një shteg që ka shkurë. I like your outfit so much today. Je lodhur. Ti jetë sportiste. Shoha që kom babi që je kështu e lodhur, të bëmi shefin. O Tomi, Amara thot që është e lodhur. Amara thot që është e lodhur. Qa sportiste është kjo? Si të fusin sherë, fëmijët e babaj. Të ndish një për këshillat të tjera për ndërlimi. Këto janë shtëpitë e hienave. And you can see the circumference is so big here without the animals, yeah? Because of the residential area of the hyenas, because they know this is the residential, official resident. Kështë ka rezidencë zyrtare. Ka dhe kocka. There are so many holes, those. But where are right now the hyenas? They're hiding inside, some of them. But if you see, it's very clear here. One can be just around in the bush. Okay. But There might be some hiding around. but what if it sees us? With nothing, you just stand tall. No. Let's go better. You see the footprints, Momentin kur mundua të kthehen. Së kam frikë. Por Tomi do të vazhdoj të ecë. Sa po më rritë në hotelin tonë të tretë në destinacion. Në Vasha. Ka disa pjesë, ka disa pjesë hoteli, ka apartamente, ka hotele, ka dhoma, ka dhe recepcioni. Është shumë bukur. Kjo dalja direkt e tek liçeni. E hëngrëm drekën, tani me bagi do të shkojmë domën tonë. Jam shumë kurioze të shoh se si është doma. Po kemi vetëm që të morë kohë, pastaj do dalim sërish për të vajtur me aktivitetet e ditës. Ne morëm me Tomi, morëm bicikletat dhe tani do bëjnë xhiro. Përsa unë do ri dhe ose do bëj si më të dëgjosh foto aty, do bëj hecje, pa është në kilometra, kështu nuk do bëj hecje në kilometra. Dhe se kam veshën shumë të përshtatshme. Ose një pjesë se do të shoqëroj me makinë, me gujtën. Këtu bëjnë ngjitje në gur, tek ky guri këtu, ja nuk e din që se shifen ditarët që janë aty. Normalisht unë nuk ta bëj sepse nuk kam veshjen, por edhe sepse kam frikë. Po më duket goxha interesante dhe goxha e vështirë për më tepër. Po, s'po ja arrin dot. S'po ja del dot. Ti hypi. Kujtoj një gjë të bukur. E mban kur ditën për hangrin bashkë me dogën, që ti çdo 5 metra më bëjnë. Ta dëgjoj dhe unë?
e mba. Çfarë pyetje është të bënte? Di çfarë gallate? Do të thënë çdo 5 metra, që këtu do të ba. A nuk ishte fiks kjo shiuar shumë pak. Po këtë huq nuk e ka hequr as tani në fakt. Jo, e kam lexuar shumë. Bërjen e pyetjeve? Pyetja ka pas bërë. Tani bën ku do arrim? Ku do ikim? Si quhet ky vendi? Se tri pa pyetje janë. Po mirë do bëje. Më falë që jam si ty, të mush në atë një dhe, më falë. Dhe kisha në gjarë pak më shumë, kisha bërë me e dhjë. Po kur ti kem kin, me gjithë ato shkallë të bësh. Kim, Po, kur dhe jem kim? kemi prer biletat. Si për zotin? Çfarë ke? Si me më qeshe. Shumë i nxehtë? Është shumë i nxehtë? Tallesh? Preke. Because we have the Naivas around. Lake Naivas is a freshwater lake. It has both inlet and outlet. So some Po water duket që këtu. underground. And we know the motor Su shatë në gjeja. Stop it. Nuk ta bëj. Stop it. Nuk ta mbaj. Stop it. Nuk ta mbaj dorën. Nuk ta mbaj, promise. Okay. Can you tell me again the name of the place? Oljaroa Gorge. Again? Oljaroa Gorge. Onjaroa Gorge. Oljaroa means the valley of hot water. Yes, the valley of hot water. You can come here and take some photos. Ne mbarova me darkën, që ishte goxha e bollshme. Këtu po i bashkangjish për si foto. Që hëngëm që arrobat me video, me qënë se një nga meralet kryesore këtu ka qenë se ish ushqime, ha shpejt. Për mua shumë i mirë. Është çik personale, mua më pëlqeu shumë për këtë. Pa, është personale, Edhe çuditërisht ngjan në ushqimin tonë, në sa gjëra. ka njerëza këta goxha. Edhe Jo ushqime. shumë, se Jo. në Indi ose në Jo, Vietnam. si në Indi, jo, në Indi nuk më qenë. Po, Vietnami kishte po dhe këto kanë, dhe pastaj barët, ka njerëz që kanë qef, mua që më pëlqejnë njerëzat dhe janë shumë mira, kanë shijuar. Kanë ato ushqimet pak a shumë të njëjta, pra nuk është se ka shumë. Gjella edhe shumë të damë. Po, Janë shumë të mirë. pa të xhanat ishin shumë të mirë, që ushqimi nuk është fare problem për ata njerëz që Absolutisht. me kamerën box, yes. Po na pres fëmiu me lëngun e sa të ananasit, që të luajmë lojën tonë të përnaqshme të Mulanit.